Landi, po të them dhe një tjetër, ju thatë që pa NATO-n, pa Amerikën, a do e fitonim asnjëherë në botë. Por në anën tjetër po të them që ose politika e Kosovës vazhdon kështu, që tash është bërë gati është bërë Serbia viktim, pikërisht për kësaj politike në Kosovë, kësaj përçarje që kemi ne historikisht në Kosovë e Shqipëri, edhe tash në këtë protestë që ishte mbar kombëtare, disa lider thonin jo, disa lider po, domethënë me cicmiset e tyre, për politikat e tyre klanore, se si kanë parti politike. Unë them që zot të largohet NATO, e të largohet Amerika, e BE-ja nga Kosova. Harroje Shqipërinë. Harroje Kosovën ti të hynë serbët të Kosovën për Shqipërinë. Një muaj. Për një muaj e bëjnë, prap se kanë qenë fuqi ushtarake dhe janë. Kështu që kjo politikun nuk e di pse e bë Kurti këtë, e bën nga ignoranca, apo e bën sepse kështu i thonë ta bëjnë. Kua do na i vërtetoj? Ky që kemi këte nga ky anë Kufiri ka thënë jam misionar. Në këtë rast nuk ke qive Faj Ramës. Jo, s'tem për Ramën, jo, them për Berishën. Ka thënë që u jam misionar. Kurti andaj thotë që u jam misionar, kështu e quam edhe misionar, si Mesia. Po të futesh të hapësh pak fjalorin e filozofisë, ti kërkosh çfarë quhet misionari. Misionari është elementi më i rrezikshëm politik. Sepse ai nuk do të autoritaristë diktatorët tani janë misionar. Sepse misionari në vetvete e merr frymëzimin nga hyu, nga hynyu, nga ai që është lart. Kurse politikani duhet ta ketë nga ata që janë poshtë. Kur ti mohon ata që janë aty poshtë, pra antarësinë, partinë, rregullat, ti prish institucionin dhe ti lidhesh me atë që është lart, me hyjnoren, ti nuk pyet fare, do të thotë ti pastaj je mbret i diell, s'ka nevojë partia, ajo nuk është një parti asaj, ti je thjesht bosi politik i një organizate terroriste, një organizate kriminale, çfarë duash. Ata nuk kanë fuqi, po këtë mundësi kanë. Atë mundësi kanë. Kanë mundësi kanë. Jo, po jepet mundësia, po Kurti aq jepet mundësia aq kanë mundësi se nuk po të kenë. Por unë mendoj që dhe reflektimi nga ana e qytetarëve, e popullit, e votuesve duhet të jetë më i madh. Ju e pat në zgjedhjet lokale, do të thënë se kisha pyetje për zgjedhjet, çfarë mendon? Po, në zgjedhjet lokale unë mendoj që se themin ndonjëherë dhe unë kam thënë që nuk mund të kritikohet populli. Në rastin konkret duhet të jetë më reflektar. Ne shqiptarët nuk jemi reflektar. Nuk reflektojmë, do me thënë, ne kemi qenë të fundit në rajon gjithmonë që kemi reaguar. Dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Dhe prandaj jemi prapë të fundit. Ne kemi vetëm një avantazh tani, ma tha shumë bukur prapë po i referojmë gjermanisht këto ditë, një ish ambasador, ai thotë kështu që Shqipëria në rajon është më favorizuar nga të gjitha për të qenë anëtare e Bashkimit Evropian. Pse? Sepse është i vetmi vend, flasim për Shqipërinë, për pjesën tonë, që kemi këtu zyrtarisht, i vetmi vend që nuk ka probleme. Asnjë lloj problemi, domethënë, sepse probleme të brendshme ka dhe do të ketë, se ne jemi në demokraci që të evidentohet të mos mbulojnë Franca, ka Amerika problemet. Por të mos i mbulosh problemet, i kesh prezant ata nuk do të thotë se ti ke probleme. Ato janë probleme aty që do ekzistojnë sepse pikërisht do përplasen me njëra tjetrën, ka forcat, interesat e tjera. Dhe kjo e bën të bukur demokracinë. Por ne nuk kemi probleme që kanë të bëjnë me strukturën shtetërore. Që do të thojë, Kosova sot ka probleme shumë të mëdha, se dihet, problemi më i madh i tyre është kryeministri dhe vetë qeveria e tyre. Malizi do të thënë është më i stabilizuar dhe ne dhe Malizi jemi pak më të favorshëm në këtë aspekt, do të thënë për të qenë pranë Bashkimit Evropian. Kosova është e përfshirë nga protestat e jashtëzakonshme dhe dihet tani kredibiliteti i këtij Vučić është në diskutim shumë të madh në Evropë, ka rënë shumë për kredibilitetin e tij. Ai mbajt aty, ndoshta dhe veprimet që bën ky Kurti me apo pa dashje ndihmojnë Vučićin, se japin një part, e mbajnë ata akoma në lojë aty, japin një narrativë edhe të brendshme dhe ndërkombëtare, në raport me Kosovën dhe me situatën. Dhe ai u thotë që kush është kundër me tani është pro Kurtit, është pro Shqipërisë, pro Kosovës. Pra kush është kundër meje, thotë ai, njësoj si thon këta tanë atje. Kush është kundër meje, thotë një kryetar apo një kryeminist është i shërben kundërshtarit tim politik ose armiku tim të jashtëm. Maqedonia po është me probleme, se probleme me Greqinë, probleme me Bullgarinë, probleme me Shqipërinë sot, probleme me Shqipërinë, edhe me shqiptarët aty brenda, do bëhet edhe më keq situata sepse fitoria e VM në
çfarë quhet ajo? Vëmëroz. Ajo do ta bëjë edhe më të vështirë raportin drejtnik midis shqiptarëve dhe maqedonësve. Shumë. Edhe fituan thellë. Po bullgarët nga ana tjetër, ata kanë probleme të vështira edhe me bullgarët, kështu që e kanë shumë të vështirë. Bosnia po është ashtu siç është, dihet me problemet që ka me Turqin. Shqipëria është më e pastër. Më e pastër, pas Shqipërisë vjen Malizi dhe këto kanë shanse më të mëdha që pas 27-s në 29-ën. Po të jetë edhe pas 27-s, se një pjesë e këtyre liderëve që drejtojnë vendet antarët e Bashkimit Evropian sot mund të mos jenë në ato pozicione si kryeminist apo si president, që kanë dhënë fjalën që do ta ndihmojnë Shqipërinë dhe mund ndodh hipotetikisht që mund të fitojnë edhe forcat djathta tek ekstremi djathtë si në Francë, në Itali, Meloni ka rënë, por në Gjermani apo në vende të tjera që unë nuk e besoj se do ndodhi, por po ndodhi do të ndryshojë narrativën, qasjen që ka vetë BE-ja pastaj në raport me Shqipërinë, edhe pra pastaj do na dihet prap një shans. Pra jemi shumë të avantazhuar realisht për të qenë antar të Bashkimit Evropian. Mbi të gjitha jo për shkak të meritës tonë të brendshme, po për shkak të gjeopolitikës. Lufta në Ukrainë, dhe sidomos ajo lufta në Ukrainë, ka njerëz që në Shqipëri thonë si me shaka që mos u dorëzo Zelenski, vazhdo të rezistosh, sepse po mbaroj lufta atje mbaron dhe çështja e integrimit të Shqipërisë në BE. Por në fakt mendoj që është rasti më i mirë që Shqipëria të përfitojë nga tashmë dhe të landi për të mbylluar shef Ukrainën. Nuk e shoh që do mbyllet shpejt. Takimi u anullua dhe ishte i pritshëm. Nuk e besoja dot që të ndodhte ky takim, sepse vërtet Trump është ai që dhe ti e njeh më mirë se sa unë, por brapa Trump ka diskutojnë forca të tjera. Ka frerë të mëdhenj që e tërheqin dhe ja mbajnë atë kapistallin domethënë për pas lëshuar. Mezi i mbahet, po i mbahet domethënë, sepse janë gjithë fatet e botës, kanë institucione aty dhe nuk të lë njëri të bësh ti si duash, e kupton? Edhe ata generalët që ai u foli ashtu dhe ata që ndronin ashtu në heshtje dhe një pjesë më e madhe e tyre u larguan para disa ditësh kur mbajti një takim me generalët. Kur Trump i tha që kush nuk është me mua dhe kush nuk bën do le të themi ne ta përkthejmë propagandën time le të largohet nga ushtria si duhet ushtrisë amerikane. Dihet se do e marrin 3 vjet amerikanë. Po prit se generalët janë aty, janë gjithmonë aty, nuk flasin, por gjithmonë ata për Amerikën veprojnë dhe Amerikën ata nuk ka. Po. Nuk njohin as presidentin. Ushtria, kur vjen puna, ushtria është po fut ushtria, dihet se është puna keq.